Kurban Bajrami. Bajramet nuk janë kur ditë e lumturisë dhe gëzimit vetjak, që përjetohen në rastet e pushimeve apo të festave. Bajramet janë ditë e haresë së përgjithshme. Njeriu nuk mund të festojë kur është filli gati veten. Pra, ashtu siç nuk mund të mendohet një namaz Bajrami vetëm me një njeri që falet apo e feston atë kur nuk ka të paktën një njeri me të cilin të festojë, po ashtu nuk mund të mendohet Bajrami i kufizuar vetëm me rehatin personale dhe të familjes së cilës i takon. Përkundrazi, Bajramet janë fushatat e fitimit të zemrave. Bajramet janë ditë të bekuara që bëhen shkak që përgjegjësitë tona, siç janë ruajtja e marrëdhënieve familjare, përjetimi i fesë islame në plan shoqëror, paqësimi i të hidhëruarve, gëzimi i të ngatëve, të sëmurëve, të pikolluarve dhe të dobëtëve, të realizohen në mënyrën më të plotë. Festimet e Bajrameve janë raste të rralla që në shoqëri të forcohet shpirti i vëllërisë.